A e keni dëgjuar masakrën e Peshkëpis? E ka ndodhur në 10 prill, si sot eksaktësisht 31 vite më parë. Një komando greke përbërë prej 8 personash, veshur me kamuflazh dhe të armatosur rënd, hyri në orët e para të mëngjesit përmes kufirit nga Greqia në Shqipëri, u fut në postën kufitare të Peshkëpis, vrau Arsen Gjinin, 17 vjeç, nën oficerin Fatmir Shehu, i cili ju lut që të mos qellonin mbi rikrutet e tjerë se nuk ishin më shumë se 18 vjeç, izoloi 130 veta që ishin të armatosur dhe më pas u largua sërish drejt Greqisë. Arsen Gjini humbi jetën dhe sot në përkujtim ti unë duhet lexoj ca pasazhe nga letra e nënës tij që e ka lënë amanet para se të ndronte jetë. Unë e nënshkruar Marika Gjini, nëna e dëshmorit Arsen Llazi Gjini, me ndihmën e vajzës time Blerina, duam të përshkruajmë ngjarjen e Peshkëpis ku humbi jetën djali ynë 17 vjeçar i parritur ende. Ai dha jetën në krye të detyrës për lirinë e dheut në pikën kufitare të Peshkëpis. Djali jon nuk ishte në moshë të përshtatshme për të kryer shërbimin ushtarak. Arsenit 17 vjeç i erdhi fletëthirrje për ushtar. Ne si prindër nuk ishim dakord që ai të shkonte, por djali në atë moshë aq vogël, por djali tha, për të bërë kam baba, më mirë po e bëj tani. Më 27 shkurt të vitit 1994, ai u nis për të kryer shërbimin ushtarak në Peshkëpi të Gjirokastrës. Më 22 mars 1994, ne si dy prindër shkuam të takonim djalin ton Arsenin në Peshkëpi të Gjirokastrës. Kur vajtëm në repart, u takuam me një shokun e Arsenit që ishte në shërbim te porta. E pyetëm për Arsenin dhe ai tha po shkoj ta thras. Arseni dhe ai erdhën duke i tërhequr armët zvarr. Babai Llazi ju tha, pse i zvarrisni ashtu armët, mund të ndodhë ndonjë shkrepje e padashur. Por Arseni më tha, e mor bab, se mos ka fishek kjo. Shoku Arsenit tha, që duam të mbajmë në krah kot xhaxhi, ajo është pa fishek. Ndërkohë që tregon më pas se çfarë ka ndodhur me ngjarjen në datën 10 në mëngjes dhe thot, do shkonim të takonim sërish, thot, por nuk arritëm. Në datën 10 prill, ai erdhi në shtëpi, trupi i tij pa jetë masollën. Më thanë se e kishin shpallur dëshmorta dheut, plumbi e kishte marrë në shpatull dhe i kishte dalë në gjoks. Oh, e zeza unë për djalin, qysh ma duroj atë plumb që mori, si s'ju ndodha pranë nëna, si nuk ju ndodha në minutat e fundit të jetës, mos ishte tharë buza për një pikë ujë që t'ja njomja me lot. Nëna e tij iku nga kjo jetë si dhe babai i tij me pishmanin që Arseni humbi jetën moshën 17 vjeçare. Ai sot do ishte 48 vjeç, por ai s'është më, sepse një komando greke hyri brenda territorit shqiptar në një akt të paprecedent duke shkaktuar vrasjen e tij. Do doja sot që ta nderonim të gjithë Arsen Gjinin, Fatmir Shehun dhe çdo dëshmor të dheut.